Përshëndetje profesor, mirë se keni ardhur në Solo intervista. Para se të fillojmë, duam të dimë se si keni filluar ju lidhjen me artin, përgjithësi dhe me artin muzikor në veçantë. Faleminderit nderuar koleg. Unë kam lindur në një korrik të vitit 1956 në Suk të Roskovecit. Aty kam marrë shkollën 8 vjeçare. Pastaj kam mbaruar shkollën mesme artistike në Elbasan. Aty u përzgjedha për instrumentin e frymës tromp, gjithashtu dhe fizharmonik sekondare. Gjatë kësaj kohe ne krijom një orkestër shumë të mirë në asaj shkolle, e cila bëri disa koncerte në qytet, por dhe në festivalin kombëtar të fëmijëve në Shkodër, ku kemi marrë pjesë rreth një muaj, kemi shoqëruar 3 këngë me atë orkestër, me orkestrimet të asaj kohe. Pastaj mbarova shkollën e mesme, siç thash, dhe në vitin 1976 jam kthyer në Fier. Në atë kohë bëhej stazhin në prodhim para se të konkurrohesh për shkollën e lartë, dhe unë punova në ndërmarrjen komunale. Gjatë kësaj kohe u aktivizova si instrumentist në bandën e qytetit ose orkestrën filmore, në orkestrën e estradës profesioniste me drejtues zoti Ferit Hoxha dhe në orkestrën simfonike. Pas kësaj ika ushtar dhe me kthimin nga ushtria në vitin 82 fillova mësues muzike në Roskovec, pastaj 2 vjet në shtëpinë e kulturës në Kuman, dhe këto ishin brenda profesionit tim të muzikës, sepse në atë kohë më fillova dhe studioja edhe më tepër fizharmonik për shkak të punës e cila më interesonte për grupet, për këngëtarët, sepse ndryshe klasa në shkollë dhe ndryshe në shtëpinë e kulturës me të rritur. Dhe kjo ishte një eksperiencë shumë e bukur. Në vitin 83 fillova si udhëheqës artistik në shkollën e mesme të bashkuar të Roskovecit, Adel Vrabi, ku gjysmën e normës e bëja si mësues muzike dhe gjysmën me aktivitete ku drejtoja ansamblin, teatrin e shkollës, në gjitha aktivitetet, dhe kjo ishte një eksperiencë shumë të bukur që kam përjetuar dhe u rrita artistikisht, qoftë si instrumentist, qoftë si drejtues, dhe kam, si thuash, fituar disa çmime, të dyta, të treta, dhe në vitin 89 çmimin e parë, mbasi flamurin e mori Leko Pashaj me patosin. Pas kësaj, në fillim të vitit 90 u emërova si drejtues i qendrës kulturore të sindikatave në Roskovec prej 4 vjetësh. Do të them që gjatë kohës që unë isha mësues në shkollën e mesme ose udhëheqës artistik, unë drejtoja gjithë aktivitetin artistik, sidomos të qytetit, mbas ditën, mbas punës. Drejtoja ansamblin, estradën, kisha një grup këngëtarësh të shkëlqyer dhe arritëm të bënim 4 festivale të zërave të bukur në atë kohë, ku kishim mbi 30 këngëtarë. Në Roskovec? Po, Roskovec, e cila në atë kohë ishte një nga qendrat kulturore më të mira. Gjithashtu dhe në konkurimet e klasës punëtore, si thuash në atë kohë ndërmarrje, kam marrë disa çmime, të treta, të dyta, dhe me vlerësime shumë të larta. Dhe kjo ishte një eksperiencë shumë e bukur. Gjatë kësaj kohe në qendrën kulturore të Roskovecit unë zhvillova dhe festivalin e parë për fëmijë, me 11 këngë. Dhe ishte një gjë shumë e bukur që fëmijët filluan të mësojnë këngë të reja. Unë çdo orë mësimi me fizharmonik i udhëhiqja fëmijët me repertore, me këngë, dhe kjo ishte një eksperiencë shumë e bukur. Gjatë kësaj kohe unë kisha dhe një kurs pas dite, kisha 6 fizharmonikist, 1 klarinet dhe 1 tromp. Për në atë kohë, për perspektivën për të krijuar orkestrimin time, dhe kështu vazhdoi deri në vitin 94, pastaj kalova përsëri me arsimin, për shkak të lëvizjeve sindikaliste që pati sa probleme, dhe krenaria ime ishte që e ruajta atë qendrë kulturore, se në ndërmarrjet e tjera bujqësore ato u zhbën, dhe e ruajta dhe ajo sot e kësaj dite ekziston. Punova rreth 3 vjet në fshatat Kurja Ngjeqer, pastaj në 97 u ktheva përsëri deri në 2000, pastaj në vitin 2000 unë u emërova
drejtova si drejtues i Qendrës Kulturore të Fëmijëve në Patos, të cilën e ktheva në një qendër funksionale të themtë për shkak të aktivitetet të ndryshme që bëja, duke marrë shumë instrumentistë, duke marrë shumë njerëz si regjizore, mësues të përkushtuar të gjuhës dhe kështu, dhe krijova disa rrethe shumë të mira dhe pati një aktivitet shumë të mirë. Gjatë kësaj kohe në Patos drejtova 2 vjet rresht ansamblin e shkollës mesme të Patosit, sepse në atë kohë kur ishte drejtor zoti Franuk Sama, shkollat e mesme bënin konkurrim midis tyre të ansambleve. Dhe kam fituar 2 çmime të para me Patosin dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur. Sidomos kur fituam 2 vjet rresht në krahasim me gjimnazet e tjera, dhe kjo ishte një gjë e bukur. Në 2006 pastaj kam ardhur mësues tek Andon Zoca, mësues muzike, 4 vjet, pastaj 6 vjet tek shkolla Kristaq Shtëmbari, edhe në 2014 derisa dola në pension, përgjegjës i sektorit të muzikës dhe të artit në Qendrën Kulturore të Fëmijëve. Në këtë qendër kulturore përkushtimi im ishte maksimal, sepse erdha dhe duke u rritur artistikisht edhe me punë, mbarova dhe Akademinë e Arteve në degën e kompozicionit, sidomos për fëmijë, dhe aty mbrojta me mundësitë e mia, edhe këngët i kisha kompozuar, sepse kam marrë pjesë në disa festivale, siç ishte i Fierit, i Lushnjës, i Vlorës, i Gjirokastës, Beratit, kam marrë dhe çmime. Dhe bashkë me Arjan Muhun si muzikante dhe si orkestrues, me Franuk Sama si libretist edhe përparim Gjikën si regjizor, ne realizuam operetën për fëmijë në vitin 2009, Mjalti i Mjaltit, dhe pati një sukses të jashtëzakonshëm. Në këtë kohë krijom edhe grupin Çapaquli me muzikë dhe me skeqe, dhe kemi dhënë disa shfaqje jashtë orarit tim të punës, sepse ishte të Andon Zoza në atë kohë, në Patos, në Libofshe, në Cakra, në Roskovece, gjithandej, dhe krijom një grup shumë simpatik për fëmijë. Me pak fjalë, kjo është një udhëtim i gjatë i karrierës time si mësues, si instrumentist, si udhëheqës artistik, dhe kur kthej kokën pas kanë kaluar shumë shpejt. Ju si mendoni për një muzikant, sa instrumente duhet të luajë që të jetë i kompletuar, apo që t'i përshtatet edhe kërkesave dhe nevojave? Nuk është domosdoshmërisht numri. Po. Baza është tastiera, pianoa, ose fizharmonika, e cila është një instrument universal. Pastaj edhe një instrument fryme, klarinet, flautë, X, Y, to janë komplementare, por baza është piano dhe fizharmonika, që duhet një instrumentist, një kompozitor, një drejtues artistik, që duhet s'mund ta drejtosh ansamblin pa rënë fizharmonikës ose pianos. Po, do sigurisht është direkt, po. Një muzikanti, përse i duhet historia e muzikës? Historia e muzikës është shumë e rëndësishme, sepse domethënë muzika ka lindur bashkë me njeriu, dhe ai ka shprehur ndjenjat dhe mendimet e tij me anë të tingujve. Kështu që nga lashtësia, që nga instrumentet dhe që nga kompozitorët ka ardhur duke evoluar, nuk ka qenë kjo muzikë që kemi sot, muzika me orkestra simfonike dhe elektronike që bëhet sot, por ka ardhur duke evoluar si çdo shkencë tjetër. Por e rëndësishme është që të njohim kompozitorët e mëdhenj që nga Beethoveni, si ta them, Straussi, janë mbështetur në muzikën tradicionale të atij kombi që i përkasin. Gjerman apo austriak, Beethoveni apo Mozarti apo Haydni apo italian Verdi, sepse ata janë mbështetur në traditën popullore, në muzikën popullore, dhe e kanë futur në art, dhe ato jetojnë dhe sot. Për shembull, Aida Verdit është një këngë popullore e cila edhe sot e kësaj dite luhet nëpër stadiume, këndohet nëpër stadiume. Kështu që ata janë mbështetur në muzikën popullore.
Dhe prandaj ne duhet ti njohim, ti studiojmë ata për shkak të veprimtarisë tyre, por edhe për të ruajtur secili kom ka muzikën e vet, folklorin e vet dhe kompozitorët e vet. Kuptohet, ju si muzikant e njihni edhe harmoninë dhe orkestracionin, si do t'ia shpjegoni publikut domosdoshmërinë e njohjes së harmonizimit të tingujve? Harmonia është baza e muzikës, siç është ritmi dhe tingulli, por nëse një kompozitor e njeh mirë harmoninë, ai bën këngë të bukura. Domethënë kënga është një pjesë, dy pjesë, tre pjesë. Nëse ajo ka vi melodike të bukur dhe shoqërohet me harmoni të bukur, domethënë me disa tinguj pas, ajo është muzikë që pëlqehet. Aq më keq sot muzika në disa raste edhe pasordohet dhe ka kaluar drejt muzikës tallava apo siç e themi neve. E tillë, por muzika në përgjithësi, muzika e çdo kombi, çdo shteti, si ta thuash, ka karakteristikat e veta. Për shembull, sa dëgjoni muzikë greke, e shikon Buzukun, që ai ndërhyn edhe udhëheq muzikën, atë këngën. Ndërsa tek muzika jonë është udhëheq klarineta për shembull, ose flauti, ose orkestrina, ansamblit të këngëve dhe valla popullare është një orkestrinë e shkëlqyer, e cila ka traditë nga Agim Krajka dhe tjerë me radhë. Kështu që harmonia është baza dhe duhet harmonizuar tingujt. Për shembull, siç tingëllon flauti me nota të larta, nuk tingëllon kontrabasi, ato janë harmoni me njëra tjetër. Është e rëndësishme. Juve përmendët festivalin e zërave të rinj fëmijëve në Roskovec. Sot pse organizohen kaq pak festivale për fëmijë? Është e Shkodrës shumë pak në për rrethe? Është vërtet, profesor. Është shumë e vërtet. Unë kam vajtur në shumë shkolla. 7 shkolla e kam punuar. Por në një shkollë private, nuk po e them emrin, kur veja unë me fizharmonik që bëja 2 herë në javë, pronarja e shkollës thoshte, kur vjen ti, thoshte profesor, më qesh shkolla mua. Sepse unë bëja mësime dhe 20 minuta unë me fizharmonik i udhëhiqja nxënësit në 7 këngë, 8 këngë të ndryshme për fëmijë, po ndoshta edhe popullore, edhe të krahinës, edhe kam zgjedhë element. Kështu që muzika është shumë e rëndësishme, ajo të gjallëron. Ndërsa për sa i përket festivaleve për fëmijë, në Fier në vitin 2018 unë kam drejtuar si dirigjent ose si drejtues bashkë me Robertin dhe me shokë të tjerë festivalin e këngës për fëmijë në Fier. Dhe kjo ishte një nga, si ta them, krenaritë e mia. Pse e them këtë? Sepse ishin 24 këngë, i mblodha nga kompozitorë më të mirë të Shqipërisë dhe pati një aktivizim të fëmijëve në mënyrën më të lartë, me korin e shkollës Jani Bakalli me mësuesen Mozën dhe unë bashkë me të, me disa orkestrues që nga Nikolaj Bulua, Çobua, nga Tirana, nga Lushnja, dhe ishte një zhvillim shumë cilësor dhe u priti jashtëzakonisht mirë. Dhe në juri e dikush ishte Robert Radoja, i cili ka udhëhequr rreth mbi 20 festivale të fëmijëve në Shqipëri dhe një muzikant i shkëlqyer. Moderatora kush ishte? Ishte Suela Demiri. Dhe pati një lëvizje artistike për fëmijë të shkëlqyer dhe nga ku dolën shumë këngëtarë dhe sot nga 5 nga këta këngëtarë sot janë akoma në aktivitet, siç ishte për herë të fundit tek televizioni Klan Leandra për shembull. Po Leandra, po. Ajo është një produkt i punës sime bashkë me shokët të qendra. Dhe sot nuk bëhen. Pse nuk bëhen? Këto janë planifikime sepse ajo do fonde, do forca krijuese, jo se s'ka, por si duket rendin me aktivitete të tjera të cilat e zënë vendin e tyre. Kësaj hapësire, po atëherë si mendoni ju se i shërbente muzika shoqërisë para viteve 90? Ishte pak e reduktuar muzika, sepse
Të themi drejtën, muzika në atë kohë, siç e thash, sepse edhe është specialiteti im, mbështetet edhe në tabanin kombëtar. Edhe ishin të pakta dhe mundohej të ruaj fryma dhe ndryshe pastaj do quheshe pika. Por e vërteta ishte sepse kishte shumë folklor. Për shembull, më kujtohet në vitin 82 kur bënim aktivitetet masive në Roskovec ku më ka ardhur Panajot Kanaçi. Po pse erdhi? Erdhi për të parë se si kërcej valli 200 meseqare. Edhe unë i çova disa valltar dhe ai pa dhe u kënaq shumë. Sepse ata merrin mblidhin nga krahina të ndryshme edhe për ansamblin e këngëve dhe valle popullore. Kështu që ajo muzikë ishte pak e politizuar, por në fundit ishte me tone kombëtare. Nëse tani gjërat kanë ndryshuar, ka hyrë muzika elektronike, kanë hyrë si thua hip-hopi, recitimi dhe këto gjëra, që pëlqejnë, por është ndikimi i kohës, domethënë është e padiskutueshme. Dikur, po flasim prapë, referohemi muzikës viteve 90, i njihnim kompozitorët. Nikola Zoraqi, Tish Daia, Çezade etj. Edhe këta që kompozonin për muzikën e lehtë shqiptare në radio televizion, në muzikën festivalin në radio televizion. Sot nuk i njohim kompozitorët e këngëve të reja, këngëve që janë shumë e vërtet. Ne njihnim sepse korifejt e muzikës që nga Çesku, Çezadeja, Tonin Harapi, Simon Gjoni, Nikola Zoraqi që thatë juve, i madhi Ferdinand Deda që bënin festivalet e radio televizionit. Sot behen ata i jepnin një dorë të rëndësishme këtyre reduktimit të këngëve dhe të melodive. Ishin mjeshtra. Tish Daia ishte një nga mjeshtrat më të mëdhenj të këngës, edhe të këngës moderne. Po kështu dhe Ferdinand Deda, po kështu dhe Agim Krajka. Dhe dilin emrat, ndërsa sot emrat dalin, por shikueshmëria është e ulët. Dhe orkestracionet janë pak klishe, në kuptimin që përdoret ritmi elektronik edhe ca instrumente që por megjithatë kjo është koha e cila evolon dhe e rëndësishme është të ruhet tradita. Sepse ka disa televizione që japin disa koncerte të ndryshme ose festivale të këngës, por duhet të marrin pjesë më shumë specialistët, kompozitorët, duhet të kenë më shumë ftesa ata. Kështu që e vështirë është. Juve, çfarë muzike dëgjoni sot? Çfarë ju pëlqen? Unë dëgjoj disa lloj muzike, ajo që më pëlqen më shumë është muzika klasike, kuptohet, po edhe muzika e hitet më të mira botërore që nga mama, që nga këngët më të bukura të botës. Ajo italiane, angleze, këngë të ndryshme, Celine Dion, si ta them mund të edhe të këngëtarëve bashkohor, por e rëndësishme është që unë dëgjoj shumë muzikën shqiptare, e dëgjoj shumë. Çfarë do veçoni ndonjë emër këngë që ju pëlqen më shumë? Shiko, janë të shumta. Këngët shqiptare janë të shumta dhe shumë të bukura, që është që nga Portuja dhe që është një hymn i veçantë, edhe deri te këngë të ndryshme të festivaleve ku vjen pranvera dhe më vonë. Po kur u bë samiti i Komunitetit Evropian që erdhi këtu, më pëlqeu edhe një herë më shumë ajo kënga e flamurit shqiptar, Muajesit, ajo është një këngë hymne shumë e bukur. Dashuria për kombe, për atë, për flamurin, aty stigmatizohet. Atëherë, një nga aktivitetet që ju ka bërë më shumë, ka lënë më shumë bresa juve në karrierën tuaj të gjatë? Janë disa. Unë jam antari i orkestrës filmore dhe sot, që nga vitet 74 deri sot. Por ato që më kanë lënë më shumë bresa kanë qenë konkurimet e ansambleve të shkollave. Numëroj mbi 10 çmime të para, që nga kur kanë filluar në Roskovec me zonën, këtu në Fier 2 me Numanin, një me
me Andon Zozën, një me Jana Qkilicën, 2 me Patosin, edhe me ansamblet e shkollave të mesme të ndërmarrjeve. Këto ishin ato kulmet të ansambleve, dhe në vitin 2009 në festivalin e fëmijëve të Lushnjës fitova çmimin e parë. Nuk e prisja, por ajo që më ka bërë përshtypje, kryetari i juristit Sefastli Aliti, një poet shumë i mirë, dhe në fund u ndan çmimet edhe bëm një koktejl të vogël, edhe ajo që më ka ngel në mendje, tha, profesor, tha, është hera e parë, tha, që unë në juri prej kaq vitesh në festivalet e fëmijëve nuk patëm debate kujt do t'i jepnim çmimin e parë, dhe ti e meritove, tha, të gjithë ishin pro. E kjo ishte një satisfaksion i veçantë. Edhe festivali i fëmijëve të Fierit në 2018 ishte një arritje shumë e mirë për mua, sa Suela Demiri dhe i madhi Radoja thanë një nga festivalet më të mirë që kemi parë. Kjo ishte një arritje, jo vetëm e ime, po e gjithë stafit që janë skulptorore. Atëherë jemi afër fundit, cili është mesazhi juaj për publikun? Mesazhi im për publikun është ta dëgjojmë dhe ta ruajmë muzikën shqiptare, sepse ajo ka tonet dhe intonacionet e veta, dhe një kom pa gjuhë dhe pa kulturë është destinuar të shuhet. Prandaj duhet ta ruajmë, jemi shqiptar. Siç ruajnë shqiptarët e Kalabris gjuhën prej 500 vjetësh. Dhe ne duhet ta ruajmë, duhet ta kultivojmë dhe ta ruajmë brez pas brezi, që nga muzika, që nga veshja, që nga vallja, folklori i përgjithshëm. Faleminderit profesor që ishit në këtë intervistë, dhe shpresoj të takohemi përsëri. Ishte shumë kënaqësi dhe unë të vërejë